Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një nga recetat tona të preferuara, shkon fiks në këtë kohë të freskët, mund të them edhe të ftohtë, dhe shijon kaq shumë. Ne e quajmë laknur, mund ta quani si të keni dëshirë, por qëndroni me mua ta përgatisim bashkë dhe më pas përgatiteni në kuzhinën tuaj. Na nevojitet 500 gram miell misri, 100 gram miell gruri, 1 lug çaj pluhur fryrës ose sod, 1 lug çaj krip dhe përbërësit do t'i përziejmë shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi pas pjekjes nuk do të ketë atë shijen e hidhur që lë pluhur fryrësi apo soda. Pasi e kemi përzier shumë mirë, do shtojmë 2 vezë dhe 50 ml vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj. Do shtojmë 500 gram kos. Kosin do ta shtojmë pak e nga pak, duke e përzier dhe duke e parë edhe masën me sy, pasi varet se sa përthithëse është mielli, pra tha sa përthithës janë përbërësit që ne po përdorim në këtë recetë. Duhet na formohet kjo masë që po shihni në video dhe pasi e kemi gati do vazhdojmë duke shtuar 100 gram djath kaçkavall dhe 100 gram djath të bardhë, të cilët i kam thërmuar, ndërsa djathin kaçkavall e kam ngrirë në rende. 100 gram ullinj dhe do vazhdojmë përzierjen në mënyrë që të na formohet një masë e njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Janë receta të thjeshta, të shpejta, plot shije të cilat unë i përgatis për familjen time. Kështu ju jap një ide për vaktin e radhës në kuzhinën tuaj për familjen tuaj. Tavën e pjekjes do ta lyej me pak vaj ulliri, mund ta lyeni edhe me pak gjalp sipas dëshirës suaj dhe do vendosim masën që përgatitëm duke hapur shumë mirë në të gjithë sipërfaqen. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të ma shkruani në koment. Pasi i kemi vendosur masën në tavën e pjekjes, do shtojmë pak vaj ulliri në sipërfaqe ose dhe pak gjalp, e bën shumë të shijshme. Unë vendosa të shtoj vaj ulliri dhe e kam pjekur në 200 gradë derisa të jetë gati. Them gjithmonë derisa të jetë gati, pasi pjekja varet edhe në varësi të furrës që ju keni. Shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë, ka dhe një aromë fantastike, ashtu siç e quan mami im, edhe bukë edhe gjellë. Pra është fiks për ato kohë, për ato ditë që ju nuk keni në shtëpi as bukë dhe as gjellë. Shijon shumë me një gotë dhall, me një gotë qumësh ose edhe me kos. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Për ju është shumë e thjeshtë, ndërsa për mua është shumë e rëndësishme për të marrë mendimin tuaj. Faleminderit që më ndiqni.